klasën në 9, nxënësit e përfunduan e nesër do ta kenë testin e arrishmërisë. Mirë po, Këshilli i Prindërve në nivel vendi i kërkuan Ministrisë së Arsimit që testi të mos mbohet fare, pasi sipas tyre nxënësit testohen mjaftueshëm gjatë vitit shkollor. Njëjtë mendon edhe anëtarja e Këshillit të Prindërve të shkollës Mazlum Kpuska, Melankolina Goxha. Po, shumë e drejtë. Gjithmonë të bazu për cilësisë në nxënësave, gjithmonë bazohen për asaj pjese. Edhe unë e shoh dhe jam shumë e mendimi, domethënë e vlerësoj këtë mendim të prindërve, sepse nxënësat nuk është që bazohen për këtij testi, vlerësimi i nxënësave nuk bazohet kur gjithmonë për këtij testi. Arsimtarët janë duke bërë të pamundurën çdo herë të vlerësuar nxënësat me teste, me punime, me projekte të ndryshme, ata meritojnë notën ashtu siç e jep mësimdhënësi. Përveç kësaj, Goxha tha që ka lëshime gjatë testit të cilat ndikojnë negativisht tek disa prej nxënësve. Ka lëshime kur hyjnë në test të arritshmërisë, atë muin me ra. Domethënë, ose bijnë nxënësat e mirë, ose ngriten nxënësat që janë me vlerësim më dobët. Domethënë, nuk është vlerësimi, unë mendoj që nuk është vlerësimi, domethënë në nivelin e duhur siç pritet. E shoh që shumë nxënësa për shembull që janë me nota jo të mira, ata dallojnë në test të arritshmërisë dalin me nota më të mëdha, kështu që nuk është një vlerësim i saktë. Edhe mendoj dhe jam plotësisht, domethënë, pajtohena me mendimin e prindërve që janë për mi hek testin e arritshmërisë. Kërkesa nga Këshilli i Prindërve të Kosovës u dërgua në mars të këtij viti në Ministrinë e Arsimit, ku këta të fundit, pas shqyrtimit, kërkesën e kanë refuzuar dhe si rrjedhoi, nxënësit filloristë do t'i nënshtrohen testit të arritshmërisë të premten me fillim në orën 10.